tani, në 2026, nuk mjafton të dëgjojmë as fjalët e politikanëve të majorancës, nuk ka nevojë të shohim as diagramat e tabelave të shumta që prodhohen në rast të reformash, as tabelat e Excelit financiare, mjafton të zbresim atje në shesh. Dhe të shohim dhe të pyesim pse po protestojnë qytetarët. Dhe qartazi qytetarët protestojnë sepse vendimarrja e pushtetit është larg tyre. Vendimarrja është e rrethuar me tela me gjëmba dhe qytetari është i përjashtuar dhe vendimarrja është barrë në kurrizin e tyre dhe nuk është e mirë për jetët e tyre. Ata njerëz atje kanë dalë në protest sepse fshatrat e tyre, qytetet e tyre, Shqipëria po zbrazet, po shpopullohet. Shqipëria ka humbur në një har kohor prej 10 viteve gati më shumë se 1 milion banor. Vetë Korça ka humbur 47.000 banor, 1/5 e saj, ndërkohë që bashkitë tjera kanë humbur dhe 1/3 e banorëve të saj. Ata njerëz protestojnë atje sepse nuk janë të përfaqësuar në asnjë nivel politik dhe kërkojnë që të jenë të përfaqësuar pikërisht në këto nivele, në nivel lokal dhe në nivel qendror. Ato njerëz që janë atje duan që të dëgjohet zëri i tyre për ato shqetësime dhe probleme që kanë.